Porti i Sarandës, i cili shërben si një pikë kyçe për turizmin, vijon të mirëpresë udhëtar nga mbar bota për të parë Bregdetin e Sarandës, e cila është kthyer në një destinacion të preferuar të vizitorëve të huaj. Fluksi turistik pranë portit vijon të jetë në rritje çdo ditë më tepër. Nga të dhënat portuale, deri tani janë përpunuar 10.620 pasagjerë në hyrje e dalje, rreth 4% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Numri i tragedave turistike është 4, ndërsa të programuar deri tashmë janë 70. Saranda, siç dihet tashmë, prej vitesh është kthyer edhe në një gjë të ankorimit të jahteve luksoze, velierave dhe kroqerave. Gjatë 2025-s është ulur numri i tragedave të mëdha me kapacitet të madh dhe është rritur numri i kruizeve me kapacitet të mesëm, duke shkuar në 5 të tillë. Ndërkohë që në muajin mars numri i pasagjerëve ishte 300 në ditë, gjatë ditëve të para të prillit ka shkuar në 500 turist, një shifër kjo që vjen çdo ditë duke u rritur. Nga Saranda drejt Korfuzit është shtuar numri i linjave nga 2 në 4, ku momentalisht punon vetëm një kompani dhe pritet që të fillojnë së shpejti dhe 2 kompani të tjera të cilat janë licencuar. Qyteti bregdetar i Sarandës njihet për plazhet mahnitse dhe ujin si kristal, ku shumë turist po e frekuentojnë në vitet e fundit. Përveç diellit e plazhit, Saranda veçohet edhe për historinë dhe kulturën e saj të magjishme, siç është Kalaja e Lëkurësit, parku arkeologjik i Butrindit, por dhe muzetë ndryshëm që nxisin kurreshtjen e turistëve të shumtë me historinë e tyre mijëvjeçare.